Meteorologët po paralajmërojnë një mot të ftohtë deri në -20 gradë Celsius. Ky acar do të rrezikojë edhe më shumë jetën e familjes Jonuzi nga Bukuroca. Kryefamiljari Nefail Jonuzi ka kohë që jeton në kushte të vështira ekonomike, i ulur në shkallët e shtëpisë dhe brenga më e madhe është për fëmijët, të cilët po rriten në kushte të mjerueshme. Është kjo dhoma vetme ku 4 anëtarët e familjes jetojnë jetën e tyre mes erës e fortunës që depërton në çdo cep të dhomës. 61 vjeçari Nefail Jonuzi thotë se çdo ditë mundohet të punojë që sadopak të siguroj kafshatën e bukës, pasi nuk ka asnjë të ardhur tjetër. Sjanat në punës kërkush edhe që është në përbazore ka pak anë në dërdën të marrë me skollur. Edhe zonja e shtëpisë Lulie Jonuzi thotë se janë në gjendje të vështirë.